Përzjeni vaj ulliri dhe limon, i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Kjo është një recetë mrekullueshme detoksifikuese e cila do të pastrojë trupin tuaj dhe do të zgjidhë problemet e mungesës së energjisë. Ajo çfarë duhet të bëni është të thjesht të kombinoni vajin e ullirit me limon, citon Eltisaj. Kjo përzierje do të aktivizojë trupin dhe do ju ndihmojë të ndiheni akoma më të freskët dhe gjithashtu më të shëndetshëm. Ekspertët pohojnë se ky produkt është të përdorur ndër shekuj me radhë për të parandaluar problemet e shumta shëndetësore dhe për të përmirësuar kështu edhe dukjen e lëkurës suaj dhe jo vetëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për shkak të përmbajtjes së lartë të acideve yndyrore, vaji i ullirit është jetik për trajtimin e kolesterolit të keq dhe gjithashtu ndihmon edhe në qarkullimin më të mirë të gjakut, duke sjellë rezultate më të mira për problemet kardiovaskulare të cilat mund të shkaktojnë edhe probleme të zemrës. Kjo përzierje është një antiinflamator i fuqishëm dhe konsumi i saj në mënyrë të rregullt me stomakun bosh lehtëson dhimbjet dhe të gjitha llojet e çështjeve reumatike. Kjo përzierje është një lubrifikant i fortë dhe ndihmon edhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kështu aktivizon funksionet e mëlçisë dhe të tëndhit. Përveç kësaj, ajo do të ndihmojë me tretjen dhe largimin e mbetjeve nga trupi. Për shkak të vetive të fuqishme antioksiduese, ajo pastron të gjithë sistemin ton nga toksinat e akumuluara dhe gjithashtu do të përmirësojë mbrojtjen e organizmit. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një ndikim pozitiv në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Vaji i ullirit ka qenë prej kohësh një element kryesor i dietës mesdhetare, për vetë faktin se kohët e fundit ai është cilësuar si një nga produktet më të mira dhe më të shijshme, të cilën duhet ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, por edhe ta bëjë trupin të funksionojë më mirë. Konsumi i vajit të ullirit në dietën tuaj do t'i sjellë shumë element pozitiv shëndetit tuaj. Vaji i ullirit është një yndyrë e cila është e pangopur dhe përbëhet nga acidi oleik, fristolet, karotenoidet, gjithashtu edhe polifenolet. Ai nxirret nga bluarja e tulit të ullirit dhe më pas edhe kullimi i lëngut që del prej tij. Por cilat janë përfitimet në shëndet të konsumit të vajit të ullirit? Sipas Jessica Shedd, nutricioniste, vaji i ullirit është një shembull kryesor i një ushqimi medicinal. Është një burim fantastik i yndyrnave të pangopura të quajtur acid oleik dhe janë të pasur me antioksidant gjithashtu dhe me vitaminën E. Vitamina këto është shumë të rëndësishme për mbrojtjen e organizmit. Ndaj, përdorimi i vajit të ullirit në dietën tuaj të rregullt sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në nxitjen e një organizmi më të shëndetshëm dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit duke u shtuar në dietën tuaj do të ofrojë përmirësime të mira për shëndetin e lëkurës. Vaji i ullirit është një nga përbërësit thelbësor në shumë produkte kozmetike. Redukton skuqjen, entjen dhe ngadalëson gjithashtu edhe shfaqjen e rrullave në lëkurë. Gjithashtu, përdorimi i tij në dietën tuaj do të cilësohet edhe si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Nëse doni të dobësoheni, atëherë ndroni vajin të cilën e përdorni në gatime dhe zvendësoni atë me vajin e ullirit. Vaji i ullirit do ju ndihmojë gjithashtu në reduktimin e kilogramëve të tepërt nga trupi dhe përmirësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pasur me vajin e ullirit, ka dhënë prova pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit në përditshmëri do të ulë nivelin e yndyrnave në trup dhe gjithashtu do ju ndihmojë në reduktimin e kilogramëve të tepërt nga trupi. Por vlerat e vajit të ullirit nuk mbarojnë me kaq. Ai është një produkt fantastik edhe për personat të cilët duan të kenë një shëndet më të mirë të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë gjithashtu edhe sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Andaj, përfshirja e tij në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar për mbrojtjen e organizmit. Vaji i ullirit është një aleat i mirë për përmirësimin e shëndetit të kockave.
Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë gjithashtu edhe dhimbjet e kyçeve dhe parandalojnë komplikacionet e tyre. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin, përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj do të jetë një element i çmuar shëndetësor. Vaji i ullirit do të mbajë larg gjithashtu edhe inflamacionet. Pasurimi i dietës suaj me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 largon edhe inflamacionin nga trupi. Nga ana tjetër mund të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës, sidomos pa shkaktuar edhe inflamacione. Vaji i ullirit do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të zorrëve. Disa lloje të bakterieve të cilat jetojnë në stomak mund të shkaktojnë edhe probleme me ulçrat. Vaji i ullirit është provuar të luftojë bakteriet dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund t'i ofroni trupit tuaj shumë element pozitiv në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin e zorrëve, vaji i ullirit do të cilësohet si aleati juaj më i çmuar në këtë drejtim, sepse do të arrijë të parandalojë komplikacione dhe gjithashtu të përmirësojë gjendjen tuaj imunitare. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj është e mirë gjithashtu edhe kundër luhatjeve të sheqerit në gjak. Nëse vuani nga diabeti, vaji i ullirit në dietën tuaj mund të jetë një element pozitiv për mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Vaji i ullirit është i pasur me lëndë ushqyese dhe me yndyra të shëndetshme për zemrën. Vaji i ullirit përbëhet kryesisht nga yndyra të pangopura, të cilat konsiderohen yndyra të shëndetshme për zemrën. Këto yndyra mund të ndikojnë gjithashtu edhe në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve në zemër dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj mund të promovojë shëndetin kardiovaskular. Shëndeti juaj tretës do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i vajit të ullirit. Vaji i ullirit është i njohur për vetitë e tij të buta laksative, duke bërë atë të dobishëm për shëndetin e tretjes, sidomos te të vegjëlit. Mund të ndihmojë në rregullimin e lëvizjeve të zorrëve dhe parandalimin e kapslëkut. Përfshirja e një sasie të vogël të vajit të ullirit në vaktet tuaja mund të nxjisë një sistem të shëndetshëm të tretjes dhe të lehtësojë problemet dhe shkaktimin e problemeve të kapslëkut. Ndihmon gjithashtu edhe në zhvillimin tuaj të trurit. Yndyrat e shëndetshme të pranishme të vajit të ullirit janë gjithashtu thelbësore për zhvillimin e trurit, si të vegjëlit ashtu dhe të rriturit. Truri është përbërësi kryesor nga yndyrna dhe marrja e duhur e yndyrnave të shëndetshme është thelbësore për funksionit optimal i njohës. Yndyrnat e pangopura në vajin e ullirit kontribojnë në zhvillimin e shëndetshëm të trurit, duke mbështetur kujtesën për qëndrimin dhe aftësinë e përgjithshme njohëse. Shëndeti juaj i kockave gjithashtu do të përfshihet edhe në përmirësimin e dukshëm me përdorimin e vajit të ullirit në mënyrë të rregullt. Duke ditur se vaji i ullirit përmban vitaminën K, e cila luan një rol të shëndetshëm për kockat, ndihmon në përthithjen e kalciumit dhe mineraleve të tjera të cilat janë shumë të shëndetshme për kockat tuaja. Përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj mund të ndihmojë në zhvillimin e duhur të sistemit skeletor dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Gjithashtu, vaji i ullirit mund të shtohet edhe në gatimet tuaja më të shijshme dhe për të përmirësuar kështu tretjen efikase. Mos nguroni ta përdorni vajin e ullirit në përditshmërinë tuaj. Gjithmonë zgjidhni vajin i cili është sa më cilësor dhe gjithashtu edhe do të ofrojë një element ushqyes për rritjen e vlerave të trupit. Vaji i ullirit lidhet edhe me shëndetin më të mirë të kujtesës. Personat që zvendësojnë vajin e misrit me vajin e ullirit do të kenë më shumë përfitime në shëndetin e tyre. Ndaj, sipas ekspertëve, përfshirja e vajit të ullirit në dietën tuaj do të ketë një ndikim pozitiv në rritjen e vlerave të trupit dhe mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Mos nguroni të përfshini vajin e ullirit në mënyrë të rregullt në gatimet tuaja. Ndikimi që do të keni në shëndet do të jetë edhe më i veçantë për rritjen e përfitimeve të trupit si tonelt i saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.